si shumë ndryshime, le të themi, apo një faroli vetë studentëve që din të protestojnë apo të marrin iniciativat të tilla që shpesh bëjnë ndryshime në shoqëri apo jo? Po janë studentët ata që çdo herë kanë bërë ndryshimin dhe fatkeqësisht na gjeneratat e fundit të studentëve nuk kemi pasur ndonjë iniciativë të këtill apo të këtij formati, të cilët kanë tentuar të ndryshojnë. Pse? Kjo është do të pyetëm të gjithë studentët, atë nuk e di, po ka gjatë kohë që s'kemi pa kështu ndonjë aktivizëm nga ana e studentëve, për të cilën arsye isha edhe unë shumë i habitur që kaq mënyrë pozitive u prit për anës atyre, domethënë studentët janë të gatshëm, por normalisht qëndrojnë skeptik ndaj realizimit faj politikës sonë. Po nga dekanatët apo profesorët përkraje mbështetje ose të paktën biseda? Profesorët e UEL-it kanë pasur mbështetjen maksimale nga të gjithë, domethënë edhe prej në fillim kur u hartu për herë të parë peticioni, po edhe prej herë të parë kur u hartu edhe kërkesa fillestare, më kanë ndihmuar profesorët e juridikut, në veçanti profesoresha Arta Mero dhe Albana Metaj, të cilët bashkë me ata e kam hartu që të dinë në cilët akte ligjore të kapemi dhe se është e mundur realizimi i saj. Kërë që nuk kam ndonjë koment negativ, tash nuk e di si janë profesorët në fakultetet tjera, po sa i kam pa reagimet në rrjetet sociale, kanë qenë shumë pozitive dhe shpresoj që të vazhdojnë të përkrajnë iniciativën tonë.